Apo fillojmë udhëtimin sonte në Shkodër, nga lagja, një ndër lagjet më të vjetra të qytetit, lagja Parruc. Shkodra është qyteti ku bashkohen lumet, liqeni, malet, është qyteti më i vjetër edhe më i rëndësishëm i Ballkanit. Atje përballë është fotografi Arjan Muslia. Pastaj aty vazhdojnë në radhë dyqanet e kazazëve edhe kullat karakteristike të Parrucës. Kanë dyqanet të cilat me kalimin e viteve janë modernizuar dhe i dhënë Shkodrës një pamje tjetër europiane. Ku është një ndër farmacitë më të vjetra të Shkodrës, farmacia e natës, ose Ruzhdia, siç njihet. Fotokadia, Bardkadia, këtu është furra e bukës. Ka qenë restoranti tek Brost, ka qenë një pikë e rëndësishme takimi për shumë njerëz. Xhamia e re e Parrucës, e cila është ndërtuar mbi themelet e xhamisë së vjetër. Rruga që çon Zdrale, pallati Zigzaku, edhe aty është me sa duket edhe tuneli Vero Cafe, tuneli kafes, aty vjen era kafe në rrugë. E lam që të kthehemi nesër për të marrë kafen. Atë që vura re në Shkodër, shumica qytetarëve i zbatonin me shumë rigorozitet vijat e bardha. Ishte bërë tashmë kulturë në gjithë qytetin. Shesh pushimi i taksive. Qyteti i Shkodrës dihet nuk është një qytet i thjeshtë, është një nyje historike, kulturore dhe gjeopolitike që kanë ndikuar në rajon për mira e mira vite. Ai pallati atje që duket përballë është pallati kinezëve, ku ishte edhe pasticeri Rinia, mjaft e njohur, dhe pastaj u kthyn edhe një pamje tjetër e Parrucës. Pra pasticeri Rinia u kthy me kafe, gjithë morën ato seksionet e veta dhe janë ndër kafet më të njohura të qytetit. Aty ka qenë ish busti Enverit edhe u ndërtuan pastaj mas viteve 97 më duket, janë ndërtu me gzhoja, me plumba nga ndoshta Austria, nuk e di, nuk kujtohet mirë, u ndërtuan diçka që të simbolizonin lulet edhe paqen. Ajo ndërtesa në krahun e djathtë është ndërtesa e bashkisë së qytetit. Këtu është ngritur një monument
i përket persekucionit, sakrificave dhe rezistencës popullit Shkodrës gjatë diktaturës komuniste. Ndërtesa përballë, pra në krahun e djathtë është ndërtesa e Bashkisë Shkodrës, ndërtesë e tjetër dhe me mjaft histori. Në kohët antike, qyteti i Shkodrës njihej si Skodra dhe ishte kryeqyteti i fisit i lirë të Labeatëve. Mbretëresha të Uta e shndroi Shkodrën në një fuqi detare dhe tregtare në Adriatik në atë kohë. Por fuqia e saj solli një përplasje të fortë me perandorinë romake dhe pas luftës iliro-romake, Shkodra ra nën kontrollin romak, por nuk e humbi rëndësinë e saj. Krahun e djathtë është ndërtesa që të çon tek klubi sportiv Vllaznia, ndërsa diku aty mrapa është ndërtesa që të çon tek rrugica e Azitit Pleqjve. Ndërtesa përballë është ndërtesa e prefekturës Shkodrës. Pra kjo është ndërtesa e prefekturës Shkodrës. Këtu është rrugica e gjykatës. Ndërsa këtu është ish gastronomi i vjetër. Nga sundimit romak, Shkodra u bë një qendër e rëndësishme administrative dhe ushtarake. Kishte pozicionin e saj strategjik pranë Adriatikut, në hyrje të Ballkanit, një pikë lidhëse mes lidhjes dhe perëndimit. Pas ndarjes nga perandoria romake, qyteti kaloi nën perandorinë bizantine. Në këtë periudhë, Shkodra ishte shpesh arenë konfliktesh mes Bizantit, slavëve edhe fuqive lokale. Ndërsa në mesjet Shkodra u bë një qendër e rëndësishme e principatave shqiptare. Një nga familjet më të fuqishme që sundoi këtu ishte ajo e Balçajve. Më vonë, qyteti kaloi nën kontrollin e Republikës së Venedikut. Venediku e kuptoi menjëherë rëndësinë strategjike të Shkodrës dhe ishte çelësi për kontrollin e Adriatikut edhe hyrjen në Një nga momentet më dramatike të qytetit Shkodrës ishte rrethimi i Shkodrës në vitin 1478 deri në vitin 1470. Dikun aty ishte rrugica e kinemas verore. Në krahun e majt ishte ish turizmi i vogël.
Në krahun e majtës ish lulishja 1 maj, tash janë bërë lokale, të cilat për hir të vërtetës i shërbejnë mjaft mirë popullsisë vendasave edhe turizmit. Në krahun e djathtë ish ndërtesa e kafes madhe, por rikonstruktohet. Sa duket, mas shumë viteve. Edhe kështejat, një racion me kështejat pjegura kushtoi rreth 3.000 lek, nuk e di me treja me të vjetra, por vjetra. Busti Luigi Gurakuqit duhet jetë atje, edhe Hotel Orzafa. Atëherë, sikur se e tham, të rrethimi i Shkodrës ishte një betejë jo vetëm ushtarake, por edhe simbolike, një përplasje mes dy botëve ndërmjet lindjes edhe perëndimit, megjithse më në fund Shkodra u dorëzua Perandorisë Osmane, ngeli një simbol i qendresës. Por më shumë se 400 vjet Shkodra ishte pjesë e Perandorisë Osmane. Megjithatë, gjatë kësaj kohe, qyteti u zhvillua si një qendër tregtare dhe kulturore. Kjo është ndërtesa e postës e re. Rruga që çon tek 5 herojt, nuk e di se si e thojnë tash. Xhamia e re. Mbas Koloseumit, kujti kujtohet ka qenë kinema punëtori m'duket, e cila tash është kthyer në kish. Edhe kjo zona këtu, e gjithë zonën në cilën po kalojmë, është pedonalja mjaft e njohur. Shkodër. Koloseum është një hotel lokal mjaft luksoz në hyrje të pedonales. Në atë kohë, Shkodra u bë një nga qendrat kryesore të rilindjes kombëtare, u zhvillu arsimi, kultura, shtypi shqiptar. Figura të rëndësishme kontribuan në identitetin kombëtar, duke e bërë Shkodrën një motor të vetdijes kombëtare. Dhe pastaj vazhdon me luftën e parë botërore, ku Shkodra ishte përsëri një pikë kyçe, ashtu sikurse edhe në luftën e dytë botërore. Pozicioni i saj i Shkodrës është bërë shpeshherë objekt pushtimesh edhe interesash ndërkombëtare. Ndoshta nuk më kujtohet mirë, këtu në krahun e djathtë ka qenë një lokal me emrin Moska, diku më majtas është ndërtesa e bankës pak poshtë. Sot Shkodra është një ndër qytetet më të rëndësishëm të Shqipërisë, i vendosur pranë liçenit Shkodrës, i rrethuar me male madhështore, është qendra e turizmit, kulturës edhe historisë sigurisht. Është një simbol i rezistencës, simbol i identitetit, simbol i shpirtit shqiptarit. Pedonalia gjatë gjithë verës kthehet në një ambient mjaft të frekuentueshëm nga rinia, turizmi, por njëkohësisht çdo moshe i përket
kjo zonë. Kryesisht rrugët janë me restorante dhe kafe, bare, por nuk mungojnë edhe dyqanet e suvenireve. Këto pamje xhirohen gjatë vjeshtës dhe numri turistëve ka rënë, por prap paradite e gjithë zona ishte e mbushur. Në qytet do të luhet një ndeshje ndërmjet Tiranës edhe Vllaznisë. Këtu jemi te truma e Dugajve treja që i thonin, andaj është rruga që të çon tek spitalet edhe te instituti, ndërsa kënej është rruga tjetër, të cilën do shkojmë ta shikojmë shumë knajsi sepse është bërë një rrugë e bukur, Gjuhadoli. Është gjatë verës këtu nuk e ku kalon nga muzika, nga njerëzit, nga këngët, festat. Në gjitha shtetet e botës është një atmosferë me të vërtet mjaft festive që qyteti i Shkodrës meriton. Pra, Shkodra është një ndër qytetet më të vjetra të Ballkanit, historinë e ka afërsisht 2400 vjet. Është mes detit Adriatik, mes Alpeve shqiptare. Është pikë kyçe që lidh Shqipërinë me Malin e Zi. Tash së shpejti duhet hapet edhe dogana në Zogaj, pra do të krijohet edhe një pikë tjetër lidhëse me Malin e Zi. Në antikitet njihej si Skodra, ku qyteti i fisit i lirë të Labeatëve. Shkodra konsiderohet pra si djepi i kulturës shqiptare, është vendindja e shumë artistëve, shkrimtarëve, muzikantëve shqiptarë. Ka qenë qendra e parë e fotografisë në Shqipëri, familja Arlupi.
Qyteti ka tradita të forta në muzikë, në humor, në art. Është një nga qytetet e para të Shqipërisë që filloi të zhvilloi arsimi edhe shtypi shqiptar. Njëkohësisht Shkodra është një simbol i bashkëtesës fetare, musliman, katolik, ortodoks, kanë jetuar së bashku prej shekujsh. E sigurisht është një nga qendrat më të rëndësishme të katolicizmit në Shqipëri, me kishën e madhe e cila do të duket në fundin e rrugicës, po kalojmë. Njëkohësisht njihet si qyteti i biçikletave, sepse ka një shkallë përdorimi ndër më të lartat në Shqipëri të biçikletave, ndoshta të krahasuar me Hollandën. Ka një kalash shumë të famshme, e cila është Kalaja e Rozafës. Legjenda e Rozafës është një nga historitë më të njohura shqiptare. Edhe kuptohet, Shkodra ka një humor karakteristik dhe dialekt unik, dialektin geg. Një gegërisje shumë të pasur. Një rol të rëndësishëm në turizëm ka për Alpet që i ka afër edhe liçenin e Shkodrës, kuptohet. Është pra port hyrëse për destinacione si në Valbonën edhe Thethin. Ja dhe punimet sipas stilit të Van Goghut. Në Shkodër nga arkeologjia janë gjetë vendbanime të cilat datojnë qysh nga epoka e bronzit, pra shumë të hershme. Edhe sigurisht monedat ilire që janë zbuluar tregojnë për një ekonomi të zhvilluar edhe një sistem tregtar aktiv. Rrethimi i Shkodrës, pra që u bën vitin 1478-1479, konsiderohet si një nga mbrojtjet më heroike në Ballkan. Ndër figurat kryesore që janë të lidhura me historinë e Shkodrës janë Euta, pra mbretëresha ilire që e bëri Shkodrën që të jetë qendra kryesore e perandorisë saj, mund të themi, e mbretërisë saj, Mehmet Pash Bushati, një nga drejtuesit më të rëndësishëm lokal me autonomi të madhe, edhe sigurisht Luigi Gurakuqi, figura kyçe e arsimit edhe e pavarësisë shqiptare. Ja dhe kisha e madhe, një ndërtesë unike në mas viteve të demokracisë, vizituar nga vetë Papa. Shkodra ka qenë një nga qendrat kryesore të katolicizmit në Shqipëri për shekuj, katedralja e Shën Shtjefnit, pra është një nga më të rëndësishmet në vend. Bashkëtesa fetare është një nga karakteristikat më të rralla dhe të qëndrueshme të qytetit. Edhe njëherë jemi rrugës kthimit, jemi përpara xhamisë, para Koloseumit.
popullsia e Bashkisë Shkodrës është rreth 150.000-200.000 banor, diçka e tillë. Lartësia mbi nivelin e detit nuk shkon më shumë se 13 metra. Bëhet fjala për qytetin, distanca nga deti Adriatik është 20 km, distanca nga Tirana duhet jetë dikun te 90-100 km. Sipërfaqja e liçenit Shkodrës varion, por dikun te 500 km2 është një ndër liçenet më të mëdha të Ballkanit. 1/3 e liçenit i përket Shqipërisë, pjesa tjetër Malit të Zi, ndërsa numri i specieve të shpendëve është mbi 270 specie, të cilën e bëjnë një habitat shumë special të Shqipërisë. Lumet kryesor kuptohet që lidhin qytetin janë 3: Drini, Punë edhe Kiri. Një fakt për gjatë rrethimit të Shkodrës, këtu po ndërtohet edhe një resort tjetër që do të jetë pjesë e Rozafës. Edhe desha të cilja një fakt, gjatë rrethimit të Shkodrës, forcat që mbrojtën rrethimin, mbrojtën Shkodrën, mbrojtën qytetin, duhet të kenë qenë diku te 1500-2000 veta, ndërsa forcat osmane kanë qenë deri në 80.000 e disa herë më tepër, pra 40 herë më e madhe me fjalë kanë qenë forcat osmane. Një nga raportet më ekstreme. Star Plus janë stacion televiziv i qytetit Shkodrës, edhe atje duke edhe autobusi Tiranës, ekipit futbollit që kanë ardhur për ndeshjen që ta zhvillojnë nesër. Salla e lojrave. Ishte salla e lojrave dikur e vazhdon të funksionojnë edhe sot si sallë lojrash. Këtu kanë marrë fillesat edhe mësimet e tyre kampion të shquar të pingpongut, bilardës, shahut. Kund kënej mrapa ka qenë kamp Spartaku, mas turizmit vjetër i bjen. Këtu përballë është poliklinika e qytetit. Që për hirës vërtetës specialistët që kanë punuar aty kanë qenë me një eksperiencë mjaft madhe dhe i kanë ardhur në ndihmë qytetit të Shkodrës për specialitetet e ndryshme, smundjet e ndryshme. Kjo është me sa duket dera që të fut te gjimnazi, dera nga mrapa që të fut te gjimnazi 28 nëntori. Edhe Grand Hotel Europa Park ku duket atje. Monumenti i dëshmorëve të 2 prillit. Një kuriozitet, numri studentëve në Universitetin e Shkodrës shkon mbi 10.000 veta. Flitet se numri turistëve që vizitojnë Shkodrën, rajonin, unë them, shkon deri në 200.000, edhe çdo vit është në rritje. 30-40% e lëvizjes urbane brenda qytetit zhvillohet me bicikleta.
Pra, sigurisht që çdo familje ka një biçikletë, nuk ma do mendja se ka njerëz që nuk vinë për me nisë biçikletën në shkollë, si femrat ashtu edhe meshkujt. I Bunës është rreth 44 km, 44 km. Është një ndër të paktët në botë që del nga një liçen edhe derdhet në det. Përmbytjet i ka shumë për zemër, çdo 20-30 vjet paktën 10-20 mund zhvillohet një përmbytje. Kuptohet Shkodra ishte një ndër 4 vilajetet më të rëndësishme shqiptar. Numri i lagjeve historike në qytetin e Shkodrës mund të jenë afërsisht më tepër se 30 lagje. Numri i xhamive historike në periudhën e kulmit ishte mbi 20 xhami. Popullsia në shekullin e 19 ishte rreth 40.000 banor, ishte një popullsi shumë e madhe për kohën. Arkivi Marubit, arkivi fotografive, janë rreth 150.000 negativ. Fotografi që datojnë që nga viti 1850. Është një nga arkivat fotografike më të vjetra të Ballkanit. Këtu po shkojmë në drejtim të Çinarit. Dhe rrugica mrapa, rrugica e stadiumit, rrugica e Vajgurit. Edhe shkolla 7 nëntori, më duket, një ndër shkollat më të mëdha të Shkodrës për kohën, është më poshtë tek kthesa tjetër. Ky është Çinari, kjo rrugica e Vajgurit që i thojnë, edhe dikun atje mrapa atij fugonit bardh atje në cep është shkolla 7 nëntori. Shkolla 8 vjeçare. Me vite, muret janë kështu. Rrugët nuk mundesh me thënë se janë zgjeru, por vazhdojnë trujnë ato karakteristikat e shtëpive tipike shkodrane.
shikoni edhe në rrugë me gjithë është ora bone natës, njerëzit të cilët nuk kanë mundësi për me i lanë bicikletat nëpër shtëpia, i kanë të lidhura për jashta. Ashtu sikur si ju thash edhe për kalimtarët, por edhe automjetet i zbatonin me shumë rigorozitet vijat e bardha. Sa duket gjobat kishin bërë punën e tyre. Ku më poshtë aty në krahun e djathtë është ndërtesa e ish komitetit partisë, e cila është kthyer në Universitetin Luiq Gurakuqi. Fast food. Fast foodet e orëve të vona funksionojnë. Niveli i sigurisë është mjaft i lartë, nuk ke frikë më të qëndrosh orëve të vona jashtë. Pra jemi përpara monumentit të 2 prillit. Atje është Koloseu, Hotel Koloseu, një hotel me, nuk e di, 5 yje i kishte vu atje, po shërbimi shkote deri te nese, s'po bëj reklam të keqe. Ishte mirë. Këtu është nesër në mëngjes. Ishte mëngjesi included në hotel. Pasërti, rregull, disiplinë. Faleminderit për vëmendjen.